Ata e trashëgojnë, nuk kanë investime, janë vitin e 11. Vitin e 11. Edhe sa vite mujnë me qenë fitim, mujnë me prodhu fruta të fidane? Që dharë zoti me pasymër i deri sa kanë jetë këtë. Apo, pse edhe sa? Janë mbi 100 vite. Mbi 100 vite? Mbi 100 vite. Tash zote, inshallah ki pat me jetu bashkë me këto fidane. Ndoshta nipat apo histra nipat. A është edhe kjo ndoshta ideja që e marrë me këto arra për me i lanë si trashëgimi, këto fidane? Fiks. Çka don me mendu kur ndoshta kur nuk jeti këto mesa dhe nipi ju kur të sillet na për këto toka, çka don me mendu për juve? A kishte dashur edhe ata me trashëgu këtë biznes? Ata e trashëgojnë, nuk kanë investime. I kanë hazër. I kanë hazër. Edhe e kanë një trashëgimi që dikush për të parë tyne që mund t'i javlen. Po. Nësë kena mujtë i fabrika më javlen, një kapital të madhë, pak të në bëli javlen një fidan të arës. Po. Super, super. Edhe nuk e pengon në asni veprën të rritë punës. Po. Qka do që të punon në punë shtetit. Po. Mësim dhansë, profesor, doktor shkencë në tjetë, nuk e pengon arë. Po fëmija qësh për presim në biznesin që jetu marrë në arë? Shumë mirë. A të kanë thonë mos unë gotë me marrë këtë biznes? Jo. A i ke pas përkrajën për familjes? Mas me pas që përkrajën e familjes, veç kishe pas ide dhe ishë mbeti ide në letër, jo në veprën. Po gruja qka ta kur i tregove për këtë biznes? Bashkë mu interesojnë fjallë të gru, se na përgjithsi gjinia fëmërore i menojnë, a pa më shumë sa. Vlazët janë konë veç amujnë me kapë. Duhet një investim, duhet me prit 5 vite, 4-5 vite deri të prodhimi, po të në që vetë pas vite e ngritë për prodhimi, je ma mirë, je ma komod, e din për çka po punon, që problem në fund.